Unë kam qenë 5 orë, 6 orë sa ka vazhduar. Në rrethim, në përpjekje për të pushtuar kryeministrinë. Evidente. Ajo ishte protesta më dhunshme në historinë e vendit. Me qindra e mijëra gur janë hedhur drejt gardistëve në një kohë kur ligji përcakton qartë se cili është reagimi i Rojës kur qëllon me gur drejt tij. E ka të shkruar ligji i votuar nga socialistët. Janë hedhur eksploziv drejt tyre. Janë hedhur, u përdor makina për të thyer derën. Pra, të gjitha këto, problemi, pa diskutim që do shkojë, janë deklaratat më serioze ndërkombëtare që thonë se Partia Socialiste kishte agjendë dhune. Tani kuptohet vetë pse përdoret dhuna. Ktheu pak tek deklaratat e Edi Ramës. Sali ose pranon zgjidhjen politike, ose do kalohet mbi kufoma. Apo mbi të vdekur, çfarë thot aty. Çakalli tjetër thot, edhe 13.000 po t'jetë nevoja. Pra, çfarë ishte? Ishte një skenar dhune i paralajmëruar. I paralajmëruar, dhe vërteta, ta them. Në zgjidhjen e kësaj e atij problemi, pat një angazhim shumë serios të qeverisë Shteteve të Bashkuara. Erdhi këtu 2 herë Thomas Countryman, deputy assistant secretary, por erdhi dhe assistant secretary Steinberg për këtë problem. Kush e pengoi? Përkundrazi. Vazhdoi hetimi, u bën dënimet, po Edi Rama s'u thirr një herë. Kush ta? Edi Rama, apritet thirrën. Edi Rama është përgjegjësi numër 1 i atyre zhvillimit, ai është organizatori kryesor. Është organizator kryesor. Shifini kur bën me shenjë nga dritaret e mia. Dritaret kanë marrë gur, kanë marrë pluma. Po, s'kam si të mos shkoj, edhe mos ishin to, unë kam ditë që shkoj, po unë do shkoj, dhe do t'i bëj gjyqin publik, do dalë anë, dhe do t'i bëj gjyqin publik Edi Ramës. Jo vetëm Edi Ramës, nuk është vetëm. Këto janë, prandaj dhe Sali Berisha nuk u thirr. Pse s'u thirr? 13 vite, 12 vite. Nga 2013 në 2024, as kërkush. U bën dënime, u bën të gjitha. Ndaj dhe Edi Rama do të dalë, siç është organizator i një proteste që synonte pushtetin me dhunë. Dhuna nuk përdoret për ndonjë qëllim tjetër. Nuk kemi të bëjmë me dënime ligjore të përdoret dhuna. Jo, dhuna përdoret për të marrë pushtetin. Ndaj dhe rrethua kryeministria në atë mënyrë. Vazhdojmë. Zoti Berisha, sipas jush, përse SPAK nuk e thret organizatorin e kësaj proteste dhe ata të pakt protestues të cilët u faktuan që erdhën të armatosur atë ditë para selisë së kryeministrisë? Sepse SPAK është një vegël e kësaj qeverie. SPAK është një vegël e kësaj qeverie. E vërteta është që SPAK e ka refuzuar të çështje. Pasi ka shqyrtuar dosjen, e ka refuzuar. Themi atë që është. Sepse e ka paqë fajtor kryesor i gjithë atij skenari, autor kryesor është Edi Rama. Cili do që shef atë dosje. Del Edi Rama la kuriq.
Dele Leon Velia i duke hedhur boj të kuqe është identifikuar dhe personi, sikur është për të nxjerrë më shumë, për të nxitur më shumë. Pra, këto janë. Ndaj dhe skapi nuk pranoj ta shqyrtoj. Ajo që thonë se gjykata e Strasburgut tha krim shtetëror, vrasje shtetërore, e kam thënë unë atë. Përpara. Pse e kam thënë? Sepse ka vrasje me dashje, ka vrasje pa dashje. Roja ka ligjin. Roja e gardës, dhe cila do roje, vepron mbi bazën e ligjit. Dhe lexoni ligjin çfarë thot. Po të dëgjoj ty. Breshinaj, po vazhdoj të dëgjoj. Te kënd, pastaj neutralizim. Ky është ligji i bërë nga socialistët. Dhe në qoftë se fillimisht u tha se janë pluma nga afër, çka linte për të nënkuptuar që ishin demonstrues që kanë gjujt njëri tjetrin, më vonë u tha jo. Ajo ekspertizë nuk ishte e drejtë, por janë nga distancë. Atër, e kam thënë dhe e them, ato janë pluma të armëve të shtetit, të përdorura në përputhje me rregullat dhe ligjin, pra janë vrasje shtetërore, jo me qëllim, jo të qëllimshme, pa dashje. Ky është vlerësimi im, dhe edhe këto quhen vrasje shtetërore. Po të njëjtën gjë kam thënë unë, për ta ditur ju, edhe për Gërdecin. Pse për Gërdecin e kam thënë? Sepse mbi këqyrjen e kishte shteti. Çfarë ndryshimi ka? Ka një ndryshim. Ky cilësim. Ndryshimi është në dëmshpërblimin e viktimës. Kaq është. Ndryshimi në këtë rast është në dëmshpërblimin e viktimës kur vlerësohet se ai domethënë nuk rrethanat e të gjitha mund të dëmshpërblehet si viktimë. Zoti Berisha, për të rikthyer pak tek foltorja e ditës së djeshme, në fakt ju e keni konsideruar dhe madje edhe në këto momente e thatë një foltore parlamentaro-qytetare, por përveç fjalimeve të deputetëve ditën e djeshme nuk u pa asgjë tjetër që mund të jetë ndryshme nga konferenca tuaja për shtyp. Atëherë, cila është risia e kësaj foltoreje në kushtet kur ne pam dhe dëgjuam thuajse të njëjtat fjalime që përsëriten edhe nga konferencat për shtyp? Më keq. Aty folën qytetarë, folën të ri. Pse ju nuk keni dëgjuar të rit zërin e tyre? Aty folën përfaqësues të diasporës. Jo, nuk është ashtu. Kur vini në aktivitetet të forcave politike, pavarësisht e dona apo se dona atë forcë politike, por kërkohet që t'jesh neutrale në raportim. Gjithsesi edhe të rinë që ishin të rinë të angazhuar, zoti Berisha, se ne njohim. Folën 4-5 deputet dhe folën 4 qytetarë. Kjo ishte vërtet, dhe kështu do jetë. Do jetë zëri qytetar. A mund të organizohet më mirë? Po. Mund të organizohet më mirë, do organizohet shumë më mirë, do me thënë. Do ofrohet, mendoj unë, do ofrohen grupe interesi, do ofrohen qytetarë në dhunë, po. Po ajo do të përsoset, ajo ishte themeluse, themeltare, ishte foltorja themeltare. Për shembull, zoti Berisha, ditën e djeshme, Ilir Ali Mehmeti, që është një figurë jo pak e rëndësishme në Partinë Demokratike, sepse tregoi që kishte vota edhe në zgjedhjet e 11 majit, u shpreh skeptik për këtë foltore, duke thënë se vendimi për të është marrë pa u konsultuar. Ju i keni ndjekur këto deklarata apo këto shqetësime të zotit Ilir Ali Mehmeti dhe a keni një përgjigje për to? Çdo demokrat të shpreh mendimin e lirshëm. Ne jemi parti e mendimit të lirë. Zoti Ali Mehmeti dhe jo vetëm ai, por çdo demokrat është i ftuar të shpreh mendimin e tij. Por foltorja është konsultuar përpara.
Me kë e keni konsultuar? Urdhëroni? Me kë është konsultuar, sepse ai ka qenë propozimi juaj. Pra, a janë përfshirë strukturat në konsultimin për të marrë këtë vendim? Struktura, sigurisht ka qenë propozimi imi, për janë konsultuar drejtues të Partisë Demokratike dhe është instaluar si kryetari ka disa të drejta. Edhe sikur vetëm Po, ju keni thënë që nuk është partia e kryetarit. Edhe sikur vetëm i imi ishte. Ajo nuk ishte një gjë e gabuar. Por është konsultuar, jo mbase ka gjë, por është konsultuar dhe është një aktivitet që do vazhdojë. Besoj se cili kur të qartësohet mbi qëllimin e saj, do ta pëlqejë edhe më shumë. Zoti Berisha, për këtë foltore ju keni shprehur edhe një objektiv fundor, që sipas jush duhet të jetë shëndresa e demokratëve për të bërë atë që u bë edhe me protestat përpara bashkisë, pra për të çuar në burg në këtë rast kryeministrin Edi Rama dhe zëvendës kryeministren Belinda Balluku. Nëse ky qëllim dështon, cili do të jetë përgjegjësi i këtij dështimi? Në qoftë se Erion Veliaj është në burg, Edi Rama dhe Lubi Balluku duhet të jenë 10 herë më para ti në burg. Ai ka vjedh shumë, s'ka vjedh pak. Po të krahasosh me miliardat që ka administruar, 12 miliard euro ka administruar Lubia. 12 miliard euro. Dhe e pesi i administronte me SMS. Ky Palloshi, ai kështu, ky ai, tjerë me radhë, ky ishte administrimi 12 miliard eurove. E ka për flagrancë ajo me këtë. Flagrancë. Ndaj dhe, a do i falin shqiptarët ata kur? Shqiptarët nuk ja u falin këtë. Qëllimi asaj foltore, një nga qëllimet, është pikërisht dhe sensibilizimi i shqiptarëve para këtij realiteti shkatrimtar për jetën e tyre, për vendin e tyre. Kjo është. Zoti Berisha, e cilësuat platformën e djeshme parlamentare si një foltore 2. Pyetja ime është, a do të ketë një rikthim të foltores 1? Faleminderit. Do ketë, thash, unë do vazhdoj, krahas kësaj do vazhdoj dhe takimet. Shumë shpejt. Shumë shpejt. Do për Shqipëri tani, se ku do shkoj pa tjetër, pra do bëj, kjo do jetë foltoria parlamentare qytetare, do tjetë foltoria ime me demokratët dhe mbështetësit, do ketë ne, këto kemi, tani kemi një përkushtim total. Faleminderit.